një kushërine është mbuluar, thot me hijab, dhe tani nuk flet dot as thot me axhallarët e vet. Cilat janë rregullat? Kush tha se është ndaluar të flasësh me njerëzit? Kush tha se është ndaluar të dalësh pa hijab, pa shami para xhajallarëve? Xhajallarët, vëllezërit, babai, gjyshrit. Pra femra e mbuluar mund dalë para tyre pa shami, nuk ka ndalesë. Ndërsa me njerëzit flet. Po ashtu Islami na nxit me rrit lidhjet fare fisnore. Kështu që këshilloje këtë kushërirën që t'i respektoj xhajallarët, pra para tyre del një lloj siç del para babait saj, pra del pa shami, pa hijab. Ndërsa para të tjerëve prap, që janë njerëz tjerë, pra që nuk lejohet dal para tyre pa shami, me ta flet. S'ka ndalesë. Ka ndalesë që femra pra të flas brenda rregullave. Zoti ju rujt.